Rahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në një ndër xhamijat më të bukura, më të mëdha dhe më të frekuentuara të qytetit tonë, në xhamin Gamgam. Bashkëbisedimi i sonтëm do të jetë me imamin e kësaj xhamie, me Hoxh Nuhi Gania, rreth temës Ramazani, muaji i mundësive dhe ndryshimit të individit dhe shoqërisë. I nderuari Hoxh, mirë se vini në emision. Mirë se ju gjeta. Shfrytëzojmë nga momenti gjithë besimtarëve musliman në Tetov, në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe gjithë kudo në hapësira shqiptare dhe në botë, ju uroj muajin e shitë Ramazanit, duke lutur Allahun që ky muaj të jetë i begat dhe të arrijm shkallën më të lartë të devotshmërisë, ashtu siç synon edhe ky muaj shenjtë. Amin, faleminderit shumë. Atëherë çfarë bën muajin e Ramazanit që të veçohet si muaji i mundësive dhe ndryshimeve të mëdha? Për ta kuptuar më mirë se çfarë mundësie dhuron ky muaj i shenjtë, më së miri që flet rreth vlerës së këtij muaji dhe begative të cilat i sjell ky sultan ndër besimtarët musliman, Allahu i madhruar më së miri e përshkruan në versetin i cili flet mbi obligueshmërinë e këtij adhurimi për muslimanët, dhe një hadith kutsi të cilin Allahu e përshkruan pra bukur mirë këtë muaj të shenjtë, si dhe hadithet të shumta profetike të Muhammed Mustafas. Nëse ndalemi dhe i bëjmë një koment të shkurt vetë fjalës së Allahut të vargut 183 të surës Bekare, ku Allahu thot: "Estaidu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallahul azim. O ju që keni besuar, është bërë obligim juve agjerimi, saumi, ashtu siç ishte tek popujt para jush, për një arsye të vetme, një synim të vetëm, një qëllim të vetëm, la'allakum tattaqun, që ju të jeni më të devotshëm. Pra, muaji i shenjtë i Ramazanit nga objektivat bazë parsore, do të thoja, qëllimet parsore të saj ka që njeriu ta ngrej, ta përsos në devotshmëri. Dhe e dim ne mirë shumë se çfarë do të thotë devotshmëri, kur e kanë definuar ulemaja, dietarët islam kanë thënë se devotshmëria është që njeriu besimtari të jetë atje ku Zoti e don dhe fare mos qëndrojë në ato vende, veprimet të cilat Zoti nuk është i kënaqur me robën e tij. Kur flet Allahu i madhruar rreth muajit të shenjtë të Ramazanit, përshkruan se ky muaj thot është pra ky agjerim, ky ibadet. Kjo vepër e besimtarit musliman thot saumuli, pra agjerimi është i imi. Wa ana ajzi bihi, dhe unë do ta shpërblej agjeruesin për kontributin, sakrificën të cilën e bën gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Po çfarë është shpërblimi i Allahut për besimtarin për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit? Allahu i madhruar thot kështu: besimtari musliman ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka kur takohet ai me iftarin e vet, ndërsa gëzimi i dytë do të jetë kur do të takohet me mua. Dhe ka garantuar që atë shpërblim do të jap për në botën e ahiretit. Ndërsa nga ana tjetër dialogun që pat Musa alayhi salam me Allahun një ditë prej ditëve, ne dim se Musa alayhi salam është nga profetët e vetëm që Zoti i është drejtuar në formë direkte pa ndërmjetësues, pa Xhibrilin alayhi salam. Dhe një ditë Musa alayhi salam, duke shfrytzuar afërsinë me Allahun subhanahu wa taala, do t'i thot: "Ja Rabb, o Zoti im, kjo që unë jam aq afër madhrisë tënde, a ka pat dikush tjetër dhe a do të ketë këtë shans dikush tjetër të ketë këtë afërsi?" Nëse Allahu i madhruar i thot: "Ja Musa, o Musa,
do të vjen një ummet që do të vjen pas teje, pas ummetit tënd, të cilët do të agjerojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Pra në formë direkte, pra e veçon këtë adhurim Allahu në bisedë me profetin e tij Musa alayhis salam. Dhe agjerimi do t'i lodh. Do të shihet lodhja në buzët e tyre. Dhe ata ja kanë dhënë besën Allahut se do të agjerojnë tërë ditën, dhe në momentin kur do të jenë para iftarit, ja Musa, ata kur do të më drejtohen mua me lutjen, unë lutjen e tyre do ta pranoj dhe besom o profeti im, se mes teje dhe meje tani që flasim janë 70.000 pengesa perde, ndërsa mes agjeruesit dhe mua në ato momente para iftarit nuk ka fare asnjë perde. Pra është një mundësi shumë e madhe dhe kjo tregon se në çfarë muaj ne jemi. Dhe farë mundësie dhe farë shanse në afrohet të neve që të kemi këtë që nuk e ka pat edhe profetët në të kaluarën dhe popujt pra umetet e tyre. Dhe nga ana tjetër, Allahu i madhruar thot se në këtë muaj, pra unë shpërblimin për te do ta kem xhenetin. Ndërsa Muhammed Mustafa alayhis salam kur vinte nata e fundit muajit Shaban, dilte para besimtarëve dhe u thonte o ju njerëz. Pra këtu pejgamberi alayhis salam flet për far muaj madhështor dhe në cilin muaj madhështor gjendemi, dhe ai flet për far muaj besimtarët duhet të përgatiten që është duke ardhur. Thotë o ju njerëz, vjen një muaj shumë i begat, ku Allahu në këtë muaj ka prangosur gjinët, shejtanët, e rebeluar, ka mbyll dyert e xhehenemit ndërsa i ka hap portët e xhenetit. Si dhe në këtë muaj është një natë e veçantë e madhe që është nata e Lejletul Qadrit, e cila natë është më e vlefshme se 1000 muaj. Dhe se ky muaj është muaj i mëshirës së Allahut. Dhe këtë muaj besimtari duhet të bëjë durim dhe shpërblimi i durimit është xheneti, dhe ky muaj është muaj i bamirësisë. Ai i cili jep një iftar një vllau të tij fiton shpërblimin e agjerimit të agjeruesit, duke mos ju paksuar atij shpërblimin nga agjerimi i tij. Pikrisht ku Allahu foli më lart se ky adhurim synon devotshmërinë, nga ana tjetër se ky adhurim shpërblimin tek Allahu e ka xhenetin, dhe se pejgamberi alayhis salam kur i numëroi disa pika që e veçojnë muajin e bekuar të Ramazanit, kjo na tregon se është një muaj që i jep mundësi të mëdha besimtarit musliman. E kuptuam që ndër shumë të mira që i ka ky muaj, ka edhe muaj i afërsisë me Zotin. Çka mund të na thoni për këtë? Ne dim se gjitha adhurimet të cilët Allahu i ka caktuar dhe që janë të obliguara për besimtarin, për besimtaren, synojnë afërsinë me Zotin, por në këtë muaj diçka ndodh e kundërta. Pra gjithë ibadetet që i bëjmë brenda 11 muajve të vitit, ne synojmë t'i afrohemi Allahut, t'i afrohemi kënaqësisë së Zotit, ndërsa në Ramazan pra ndodh e kundërta, ku Allahu na afrohet të neve. Në natën e parë të Ramazanit, Allahu zbret në qiellin e parë dhe zbret mëshirën e tij mbi besimtarët muslimanë. Dhe a ka shans më të mirë, mundësi më të mirë, fat më të madh për besimtarin musliman që të arrijë muajin e shenjtë të Ramazanit, nga se në këtë muaj ti e ke Zotin. Nëse e ke Zotin, ke gjithçka. Nga se siç Allahu tha se besimtari musliman është shumë afër dhe nuk ka asnjë pengesë mes lutjes së tij dhe Allahut,
kjo nuk i jepet kjo shans gjatë 11 muajve të tjerë. Andaj, ky muaj mund të jetë muaj i kthesës tonë, që ne nuk duhet fare ta anashkalojmë, ta humbim, nga se në këtë muaj ne kemi Zotin afër. Ne dim se jeta na ka rënduar, problemet i kemi aq na kanë goditur sa që ndoshta jau kemi te kaluar edhe anijeve të cilat goditen nga valet e detit të trazuar, por pikrisht ai i cili e ka Zotin me veti. Do t'i përballoj gjitha ata nga se Allahu e thirr robin e tij dhe i thot kur flet se Allahu është një dhe thot Allahu Samed, Allahu është që duhet t'i kthehet, çdo kush i kthehet, po më së tepërmi që duhet t'i kthehet dhe të kërkojë mbështetjen, kërkojë çare. Zgjedhjen është besimtari musliman. Ne dim se në familjet tona, në shoqërinë tonë kemi probleme të cilat janë të llojeve të ndryshme. Kemi probleme të ndoshta të komunikimit të mirë, të dashurisë mes njëri tjetrit. Kemi probleme të shëndetit, të jetesës, ekonomisë, të sigurisë, të arritjeve, dhe gjitha këto besimtari musliman mund t'i kaloj kur ai është me Allahun. Dhe pikrisht ky muaj është muaj i afërsisë, nga se në këtë rast ndodh pra e kundërta, Allahun e kemi nga ne, nga se Allah i madhruar kur flet për ajetin më lart të cilin e cekëm surës Bekare 183, kur e bëri për obligim këtë adhurim, pra agjërimin e Ramazanit, dhe mandi ku thot e jamel ma'dudat, janë ditë të caktuara, dhe flet për kush është i obliguar për të agjëruar, dhe kush pastaj është i lirë nga agjërimi, me njëherë mes ajeteve të cilat flasin për këtë adhurim kaq madhështor do ta thuaja, Allahu ka zbrit një ajet mes këtyre ajeteve ku thot Allahu i thot Muhamedit alayhi selam se o Muhammed, ty të pyesin, do të pyesin. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Nëse ndodh që të pyesin ty robët rrit e mi. Kur të pyesin ku jam unë, fe inni qarib. Ka sjell në menjëherë pra mbas pyetjes përgjigjen e cila i thot Muhammed Mustafas dhe neve, nuk i tha o Muhammed thuaj se unë do t'jem afër, por tha unë jem afër veç se ma. Gjatë muajit të Ramazanit unë jem afruar o robit tim. Andaj le të më drejtohet mu me lutje dhe unë do t'i përgjigjem lutjesve të tia. Pra pikrisht ky muaj është muaj do të thoja më me vlerë për besimtarin musliman, nga se në këtë muaj nëse çdo gjë që kemi, çfarë do lloj pengese që kemi, në jetë e kemi pra momentin, e kemi pra atë që quhet hapësirë që ne t'i zgjedhim çështjet tona, problemet tona, nga se në këto momente, gjatë sofrës së iftarit, po edhe gjatë gjithë ditës duke qenë agjërueshëm ne, nëse i drejtohemi Allahut, lutjet e robit i cili është agjërues, Allahu nuk i kthen prapa. Për skaj afërsisë me Allahun xhaleshanuhu, padyshim që ky muaj edhe synon afërsinë me njerëzit dhe familjarët tonë. Çka mund të thoni? Nëse marrë fjalën saum, trungu i fjalës që është, pra thot është abstenim, largim, pengesë, largesë, por Allah i madhëruar nuk don vetëm ne që të largohemi nga ushqimi dhe nga pija. Ky ibadet kërkon që besimtari musliman të reformoj veten e tij gjatë këtij muaji, por kjo nuk është e mjaftueshme, por kërkon që pas këtij muaji ai të vazhdojë në vazhdimsi ashtu siç është formuar gjatë këtij muaji, siç i ka hije një besimtarit musliman. E çfarë do të thotë? Se, thot pejgamberi alayhi selam, ai i cili nuk e ndal gjuhën e tij, ai i cili nuk e ndal shikimin e tij, ai i cili nuk e ndal dorën e tij,
ai cili nuk e kontrollon veten e tij gjatë muajit të Ramazanit, thot Allahu nuk ka nevojë që ai të qëndrojë i uritur dhe pa konsumuar pije, nga se Allahu kërkon pra që njeriu kur ndal gjuhën realisht ai afrohet njeriut. Se gjuha është organ i cili edhe më shumë i largon njerëzit mes veti. Dhe sot ne nëse agjerojmë, agjerimi jonë neve do të na afroj para së gjithash me sjelljet tona, të reflektojmë. Thot pejgamberi alayhis salam kot kur thot se nëse dikush është agjerueshëm dhe dikush pra e ngacmon, e fyn, thot thuaj se unë jam agjerueshëm, Pra kjo është ajo, do thoja, modeli i agjeruesit i cili do të veprojnë këtë formë. Ja patëm ne para disa ditëve ndodhi ajo tragjedia në Shkup ku për një zëng banale vriten njerëzit në çarshi. Edhe kjo nuk është hera e parë, tash Zoti inshallah të jetë hera e fundit që ndodhin këto gjëra dhe muslimani nëse shkon në xhami, muslimani nëse i shkon Allahut në sejdë, nëse muslimani agjeron muajin e shenjtë të Ramazanit, ai duhet të Ramazani synon vetë kontrollin e sjelljeve të njerëzit. Dhe nga ana tjetër më folim edhe ajo tjetra kur besimtari musliman nëse afrohet me Allahun, ai para së gjithash Allahun nuk e don o robin i cili afrohet me Zotin ndërsa nga ana tjetër largohet nga njerëzit. Pra në këtë muaj të shenjtë Ramazanit ne ashtu siç Allahu na është afruar neve, ne do t'ju afrohemi njerëzve. Do t'ju afrohemi para së gjithash njerëzve të afërt të shtëpisë. Nuk guxojmë ne të ulemi në sofrën e iftarit. Nëse më andejnë në një dhomë tjetër ne kemi nënën tonë, babën tonë, prindërit tanë, motrën ose vllaun, të cilat ato hanë iftar të veçuar nga ne. Kur e dim se shoqëruesi i Musait alayhis salam, kur i tha Musait alayhis salam Allahu se a don ta kuptosh kush do të jetë shoqëruesi jot dhe i afërt i jot për në xhenet, ai kur e përcoll atë kasapin, që merrej me therrjen e kafshëve, edhe ndoq veprimet dhe pa se ai bënte një veprim shumë më ndryshe, ai faktikisht merrej me një dhomë tjetër para se me shtru ushqimin tek Musai alayhis salam, dhe kur e pyeti i tha se kush është atje, tha është nëna im dhe unë asnjëherë nuk konsumoj asgjë duke e veçuar nënën nga sofra ime. Dhe i tha po të bëj një mishde, pra po të përgësoj se ti do të jesh shoqëruesi im në xhenet. Pra, nëse duam ne në xhenet të jemi me profetët e Allahut, ne nuk guxojmë të largohena para së gjithash nga prindërit, nga baba dhe nana. Por kjo nuk është e mjaftueshme për muslimani. Muslimani duhet të jetë i afërt me motrën e vet, motra me vllaun e vet. Muslimani duhet të jetë i afërt me familjen e ngushtë të tij, me bashkëshortën e tij, me fëmijët e tij. Muslimani duhet të jetë i afërt edhe me fëmijët e tij. Muslimani duhet të jetë i afërt edhe me rrethin ku jeton. Duhet të jetë i afërt, do të jetë bujar edhe me njerëzit të cilët i ka në afërsi në vendin e punës, rrugës ku lëvizen. Pra komplet ky muaj i shenjtë i Ramazanit është një mundësi e madhe që neve të na, me që se synon Ramazani devotshmërinë, a devotshmëria i ngërthen të gjitha këto veprimet fisnike të cilat duhet t'i ketë muslimani. Andaj të shfrytëzojmë këtë mundësi që ne t'i afrohemi njëri tjetrit, nga se Allahu nuk i don ibadetet tona nëse ne jemi në armiqësi me njëri tjetrin, nëse ne kemi xhelozi ndaj një tjetrit, nëse ne kemi të mbushur zemrën me urrëtie, besoni se nuk ka vend edhe dashuria për Allahun në një zemër ku ajo zemër është e mbushur me urrëtie ndaj njerëzve. Hoxhë nderuar, përveç që njihet si muaj i afërsisë me Zotin, i afërsisë me familjarët, me njerëzit, ose njihet edhe si muaj i shëndetit. Në këtë pikë çka mund të thonë? Dihet se ne nga imsaku deri në iftar i largohemi, do të ndryshon komplet ritmi i të ushqyerit. Pra
Ne standardi kemi 3 vakte të cilat i konsumojmë jashtë Ramazanit, që është pra mëngjesi, dreka dhe darka. Po në gjatë muajit të Ramazanit pra ndron komplet sistemi pra edhe të ushqirit ton. Dhe kjo e bën që besimtari musliman kisi i udhuron komplet organeve të tretjes një pushim. Lodhjen që e kam pat për 11 muaj, jam mundëson pra organeve të tia, muajshin të Ramazanit, që organet pra të pushoj, dhe atë që ndodh fenomeni i asaj që reflekton dhe ndikon agjerimi, largimi pra nga të ushqyrit dhe pirja, këtë flasën njerëzit të cilët merren me medicinë, me shëndetin e njeriut. Dhe pejgamberi alayhis salam ka një hadith të mirë ku thot: "Sumu tasawhu", agjeroni që ju të jetoni të shëndetshëm. Dhe sot në botë problemi më i madh që kemi në nivel global është mbi pesha e cila e ka mundur pra njerëzit. Dhe mjekët e cilët e dihet se mbi pesha është, do të thoja, vendstrehimi i shumë smundjeve, dhe mjekët tani për tani në botë praktikojnë dietën për ta ulur mbi peshën tek njerëzit. Realisht ne kemi një adhurim, një mujdit i cili muaj pra synon uljen e mbi peshës së njeriut, dhe efektet të cilat ndikojnë që ditët e para të agjerimit, ata të cilët i kanë përcjell, kanë bërë hulumtime dhe analiza, flasën se me njëherë aktivizohet pra trupi i njeriut që të shfrytëzoj gjitha ato rezervat e yndyrnave, të cilat janë tajuar, kanë gjetë vend në trupin e njeriut dhe organizmi i harxhon. Rregullohet sheqeri në gjak, rregullohet tensioni i gjakut dhe shumë dobi tjera shëndetësore të cilat i ka besimtari musliman gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit duke agjeruar. Dhe pikërisht pra mund lirisht ta quajmë ardhjen e muajit të Ramazanit në shtëpitë tona, sa është edhe mjeku jon i shtëpisë. Kjo ishte në aspektin e shëndetit, pak në aspektin shpirtëror, Ramazani si muaj i faljes. Muslimanët kanë nevojë edhe faljen e Allahut xhaleshan. Ne dim se nëse për 11 muaj kemi lodhur trupin ton me ushqime të tepërta, ne nga ana tjetër njeriu nuk është vetëm trup, është edhe shpirt. Ka di komponente pra atë anën e shpirtit dhe të trupit, dhe gjatë 11 muaj ne kemi lodhur edhe shpirtin ton. Ka ndodhur që veprimet të cilat e kemi bë na kanë dobësuar edhe largimin ton, pra do të thotë janë shkaqe që ne të largohemi dhe nga praktikimi që të dukemi si duhet si musliman. Dhe pikërisht muaji i Ramazanit pra ka ardhur që ta pastroj besimtarin musliman nga ngarkesën që ka bërë me veprime të pahishme, me dashje, apo disa që i ka bërë, ndoshta edhe ato pa dashje, po këto me dashje, po që dera e pendimit është e hapur gjithnjë, që ai ti kërkoj Allahut falje, por nga ana tjetër tu kërkoj falje edhe atyre të cilëve ju ka hindër hak. Dhe pikërisht pra ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Men sama Ramadanan", ai cili agjeron muajin e Ramazanit, imanan wa ihtisaban, me një iman, një besim të thellë dhe me një shpresë të madhe, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, do t'i falen atij gjunahet. Nga ana tjetër kemi edhe atë hadithin e mirënjohur të pejgamberit alayhis salam, i cili kur një ditë xumaje të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke hyrë për në hutbe për të ligjëruar, sa herë që shkelte shkallët e hutbes së tij, që ishin 3 shkallë, thonte amin, Allahumma amin, amin, dhe që nuk ishte praktike Resulullahi, dhe pyetën sahabët që ndodh, dhe ai përmendi 3 gjëra, po unë do ta veçoj atë ku tha se kush arrin muajin e Ramazanit dhe del nga Ramazani i pa falur, i mallkuar qoftë. Pra, agjerimi
i muajit të shenjtë të Ramazanit, komplet me ibadetet, marrënda përmendra që ngërthen, siç janë namazet e teravis, sadakan që bëjnë, shtrimin e iftareve për njerëzit të cilët nuk do të thoya ato që i njohëm në gjithsesi duhet të kemi në sofër, se ka qenë tradit më herët, më parë tek ne, tek shtëpitë tona, njerëzit familjar nuk janë thirrur në iftar, kanë ardhur ato vetë. Sa i shkon rahat te vllau i tij, te motra, shkon te miku i tij. Por ne pra gjatë Ramazanit që shtrojmë edhe iftare njerëzve të cilët nuk i njohëm, gjitha këto veprime që i bëjmë pra janë mundësi e madhe, pra që Allahu i madhruar shkakujtin e adhurimet me të mëdha të na fal, dhe thashtë Allahu që ne këto punë të cilat i bëjmë, këto ibadetet të cilat i bëjmë, që Zoti të na i pranoj dhe të dalëm të falur këtë muaj, dhe besoni se ata të cilët kanë arritur të dalin të falur, ata janë njerëzit më të pasur. Dhe do të jenë njerëzit të cilët kanë arritur pra të përfitojnë nga mirësitë të cilat i ka muaji i shenjtë i Ramazanit. Muslimani çdo herë do të jetë bamirës. Mirë po, në Ramazan e theksojmë bamirësi. Dhe shpesh herë e quajmë edhe si muaj i bamirësisë. Po në praktik muslimani e shef gjatë Ramazanit çfarë do të thotë ti mungoj një familje ushqimin në sofër. Ti mungoj fëmijëve ushqimin në sofër. Nga se e shijon të ditën ai agjeron, dhe në praktik pra, Zoti ja mëson nëpërmjet i ibadeti besimtarit që ai gjatë agjerimit të kuptoj mungesën e ushqimit tek ata të cilët kanë nevojë për ushqim ndërsa nuk e kanë në sofër. Dhe kjo pra e nxit ki adhurim, ki ibadet, nxit besimtarin musliman që ai të jetë vigjilent, që gjatë 11 muajve dhe më andej sa herë që të ulet të haj ushqim, ta kujtoj vllaun e tij, fëmijën e tij, një skamnor, një jetim, se ai ka nevojë. Dhe pikërisht aty edhe është ajo do të thoja ajka e gjithë ibadeti që ta reformoj besimtarin musliman që gjithmonë të jetë i kujdesshëm që të ndihmoj tjerët. Andaj edhe vetë më në fund kur përfundon muaji i shenjtë i Ramazanit, ne kemi edhe dhënien e sadakatul fitrit dhe bajrami quhet bajrami i fitrit. Kjo tregon se komplet kia adhurim gati se do të thoja më shumë se gjysa investon në ndërtimin e humanizmin në shpirtin e muslimanit. Synimi kryesor i muslimanit është fitoj xhenet. A është ky muaj ku mund të fitohet? Po përderisa Allahu i madhëruar, siç thot pejgamberi alayhis salam, në një hadith të mirënjohur është se thot pejgamberi alayhis salam janë dhënë 5 gjëra umetit tim gjatë Ramazanit që nuk janë dhënë një umeti tjetër përpara. Para ka thënë se era e agjerusit tek Allahu është më e këndshme se sa era e miskut. E dyta është se peshqit në det. Kur flasëm për punën e krijesave, pjesa dërmuese, numri më i madh të krijesave gjenden brenda në det, në ujrat, në oqeanet. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, të gjithë peshqit luten për agjeruesin, një shans shumë e madhe, një mundësi shumë e madhe. E treta thot se për çdo ditë Allahu e urdhëron xhenetin që të zbukurohet. Për kënd? Për agjeruesin i cili agjeron. Dhe kemi nga 8 porte të cilat janë të xhenetit, Allahu i madhruar njërin nga ato porta i ka cilësuar porta e agjeruesit, apo siç njihet ndryshe porta e Rejanit. Dhe pejgamberi alayhis salam që në ditën e parë pra të fillimit të Ramazanit i lajmëronte besimtarët se vjen një ditë, vjen një muaj ku në këtë muaj mbyllen portat e xhenemit dhe hapen portat e xhenetit. Dhe mendoj se agjeruesi vetëm më duhet gjatë agjerimit të tij të nuhat erën e xhenetit.
Ashtu siç kur nuhatim erat e aromave, të parfumave, ashtu siç nuhatim erat e ushqimeve të cilat përgatiten në kuzhinën tonë, besimtari i cili arrin kulmin e devotshmërisë, duke u përmbajtur komplet me rregullat të cilat i ka përshkruar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, që është modeli më i mirë për ne, ai vetëse gjatë këtyre ditëve të agjërimit, mendoj se i ndëgjon edhe të trokaturat e lëvizjeve të cilat ndodhin në xhenet. Pikrisht pra, ky muaj është muaj i xhenetit për ne. Pra, muaj Ramazanit është një muaj që ne investojmë për të mirat e kësaj bote, ashtu siç folëm pra ndikimin në shëndetin tonë, në marrëdhëniet tona sociale me njerëzit. Gjithashtu është një investim që ne fitojmë edhe vendin më të mirë që është pra xhenetet e Zotit për botën ahiretit. Ju falenderojmë shumë, Hoxhë i nderuar. Për fund, nëse mundet një mesazh për shikuesit. Meqense ky muaj u përshkruajtur, ne nuk thamë asgjë, ky muaj shumë i madh. Madhështore ka bëu Allahu. E ka përshkruajtur bukur mirë pejgamberi alayhis salam, por unë do t'ju përcjelli nga ky vend, nga kjo xhami, nga kjo shtëpi e Allahut, gjithë besimtarëve musliman, pa dallim moshe që kanë, gjinie që kanë, që të shfrytëzojnë në maksimum çdo sekond, do të thoja, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, duke synuar që ne të ngritemi sa më shumë në devotshmëri, që nesër mos ndodh që të bëhemi peshman kur t'i shohim njerëzit të cilët Allahu ju fal xhenetin, ndërsa ne të rrim në një anë tjetër dhe të themi pse ne nuk e bam kat. Dhe këtë do ta përfundoj me një histori të cilën kam rastis ta lexoj, që flet kur Dhulkarneni alayhis salam me ushtrinë e tij duke pushtuar, pra ne dim kush është Dhulkarneni alayhis salam, është një i dërguar i Allahut, por në njëjtën kohë një ndër pushtuesit më të mëdhej, pra që mbretërit më të mëdhenj që ka pat historia e njerëzimit, dhe duke ecur në lindjen e largët, ndalen në ushtrinë dhe i përgatiten moralisht ushtarët, nga që se o pejgamber dhe Allahu ka informuar se çfarë i pret. Ç'është ajo që i pret me një herë komplet atë ushtri, thot, çfarë do të him në një luginë që quhet lugina e errët. Nuk ka dritë. Dhe do të shkel një tokë që nuk e keni shkel fare në jetë. Dhe ata të cilët nuk do të marrën nga ajo tokë, kur do të dalen andej, do të pendohen pse nuk kanë marrë, por edhe ata të cilët kanë marrë, edhe ata do të pendohen. Do të bëhen pishman. U futën mrenda, në ndërkam hetonin se shkelnin diçka që se kishin shkel kurri. Nga natyra disa njerëz ne i njohëm në shoqëri, kemi që janë pesimist. Nuk kanë atë shpirtin optimist, me që se ato që do marrën do pendohen, di bin pishmon, pse të marrëm ne? S'marrëm hiç. Ne ti mbajmë kote të sendet, pse koti? Ndërsa ata tjerët i kuptuan se ecin ndërkamët e tyre, shkelin diçka që nuk është normale dhe murën diçka. Nuk shifnin asgjë se o terr. Kur dulen drita ndej, to të cilët kishin marrë nga toka ku shkelen, kur i hapën durët e tyre, panë se durët i kishin me diamanta, me gurë të çmuar. Dhe u bën pishman se s'kishin marrë më shumë. Ndërsa ata tjerët të cilët nuk murën, ata u bën pishman, se s'murën asgjë. Andaj, ju thamë, edhe atyre të cilët nuk i qasen Ramazanit, e keni mundësinë e madhe. E keni mundësinë e madhe nëse ke problemet tua në jetë, s'ka kush që ti zgjedh jashtë Allahut. Futu, agjero. Shijo agjerimin, do të shohësh reflektimin dhe begatit dhe efektet të cilat do t'i dhuroj agjerimi si adhurim. Dhe këtyre tjerëve të cilat agjerojnë, ju them, përvishni krahët, mos u bani, do të thoja, dembela, bëhi punëtor të mirë, nuk them se nuk do të shkojmë edhe në punë, por qaseni, shkoni në xhami, bëni ibadete. Nga natyra ne jemi në xhami dhe i njohëm mentalitetin e xhamatit tonë, ja dhe ditët e para, subhanallah, kemi shumë xhamat. Ditëve tjera
duhet të shtohet xhamati, reflekton e kundërt aki se kanë kry me Ramazanin dhe i kanë marrë sendet që i dhuron Ramazani dhe dal nga dal bie tempoja e xhamatit dhe ditëve të fundit fillon të shtohet nga dal. Ndërsa në sport, nëse e shohim, sportistët në fillim e kanë atë tempon e lojës, e ruajnë kondicionin dhe gjithnjë shkojnë duke e shtuar nga se synojnë çfarë, të fitojnë lojën në fund. Dhe muslimani, pra besimtari, besimtarja, gjatë Ramazanit do të reflektoj këtë, do t'i qaset me një vullnet të madh, meqense kur i referohemi asaj se çfarë duaje bënin sahabët, ata duke ditë vlerën e Ramazanit, ato e lutnin Allahun 6 muaj përpara, o Zot, na mundso që të arrijmë Ramazanin. Andaj e keni shansën, jeni në muajin e shenjtë të Ramazanit, jepni adhurimit më shumë, bëni punët të cilat i keni, punët e përditshmërisë, bëhej njerëz të sjellshëm, besnik atje ku jeni në punë, ruani pronën e punëdhënësit, bëhuni punëtor të mirë dhe ju punëdhënësit jepni hakun punëtorit, nga se nëse presëm që Allah na jep hakun ton gjatë agjerimit xhenetin, si mendon ti që i ke punëtorët tu, që nuk i vlerëson dhe nuk i jep hakun si duhet. Pra, kjo është mesazhi të cilin ja u përcjelli gjithë besimtarëve, e në veçanti besimtarëve të trojeve tona, duke lutur Allahun që Allahu vërtet të na bekojë dhe begatojë në këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Amin. Faleminderit shumë për këta mesazhe kaq të bukura dhe ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Miru takofshim. Të nderuar teleshikues, ju dëshirojmë agjerim të lehtë të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi